Tema e ditës, konsultimi me një psikolog, kjo çështje paragjykohet. Do të aplikohet parkimi me pagesë në pjesën qendrore të qytetit. Kompania italiane Dosalt, 100.000 euro donacion për komunën e Gustivarit. Vazhdon armimi i rrugëve të dëmtuara gjatë stinës së dimrit. Komisioni Evropian, zgjedhje të lira, por me mangësi serioze. Daka, flet votimet me logo të shtetit edhe në veri të Kosovës. Turqi, numri viktimave shkon në 299. Sport, Nuri Seferi shpallet kampion evropian në VBO. Përshëndetje teleshikues të nderuar, mirë se vini në edicionin e lajmeve këtu në TV2. Paraprakisht ndoqët vetëm titujt e ngjarjeve kryesore që shënuan ditën e sotme. Mëgjërësisht me to si dhe me shumë informacione tjera do t'ju njoftojmë menjëherë pas një bloku të shkurtër marketingu. Qëndroni me ne. Të dashur, ku keni bler tërë kohën pende perimet të freskëta dhe gjithmonë keni mbetur të kënaqur. Filloi me punë, diskonti Drexza. Drexza, për qytetarët një market i veçantë ku mund të furnizohen me produktet e lloj-llojshme ushqimore dhe higjienike, me çmime më të ulta në rajon. Asortimenti i gjithë i produkteve, shërbimi i jashtëzakonshëm, lehtë dhe mos u mërzit për ngarkimi. Këtu është personeli gjithmonë i përgatitur të ndihmojë deri tek vetura juaj. Mos harroni këtë derisa jeni të gjallë. Diskonti Drexza, tregtimin tuaj e bën kënaqësi, asnjëherë lodhje. Telefoni për informata 070 55 64 64. Lokacioni në Franshitores Drexza, përballë mullit të vjetër, tani edhe më e madhe dhe më e lezetshme. Diskonti Drexza. Provoni. Realiteti ynë shoqëror ende nuk ka arritur që ta konceptoj drejt konsultimin me një psikolog. Sa herë që i shfaqet ndonjë problem shoqëror, familjar, psikologjik dhe shëndetësor. Kjo pasi që ende kjo çështje paragjykohet, gjoja se tek psikologu shkon vetëm një njeri me probleme të mëdha mendore. Përkundrazi, psikologun duke shikuar njëjtë si mjeku në amë dhe të njëjtit i drejtohemi qysh në zanafillën e çdo problemi eventual. Kronika në vazhdim pasqyron temën në fjalë. Jeta dinamike në të cilën ecën shoqëria sot ka aktualizuar një sër nevojash të cilat do të ndikonin në ruajtjen e balansit të shëndetit fizik dhe mendor tek individi. Ndërkohë që në botën perëndimore çdo familje krahas mjekut am ka edhe një psikolog familjar, në realitetin ton shoqëror kjo nevojë ende trajtohet si një stereotip. Kjo për arsye se njerëzit edhe në raste nevoje ngurrojnë të konsultohen me psikolog, vetëm nga arsyeja se ai më pas etiketohet nga rrethi si njeri me çrregullime të rënda mendore. Psikologu Musa Musaj konsideron se konsultimi me psikolog është nevojë reale e kohës që duhet ta bëjë çdo njeri, me qëllim që një njeri i profesionit të zbërthej bërthamën e një problemi të fjetur tek ne, i cili vazhdimisht na shqetëson me pasoja nga më të ndryshmet. Por dhe në raste të tjera të përditshmërisë, kur kaplohemi nga një e papritur, psikologu mund të shërbejë si miku më i mirë që me përkrahjen e tij mund të na ndihmojë në tejkalimin e një problemi. Është një stereotipizim negativ se për shembull njerëzit që duhet vizituar psikologun patjetër duhet të kenë çrregullime të rënda mendore. Më tepër psikologu është prezent për të riparuar çështje të caktuara tek të cilat mund të vërehen ngjecje në procese, por jo thyrje të personaliteteve. Jo, domethënë çrregullime të rënda dhe shkuarja te psikologu realisht është gjetje një rrugë të bashkëpunimit kushtimisht thënë, nëse njeriu sot e ndjen veten pak më të vetmuar, më të individualizuar, atëherë prezenca e psikologut është më tepër si një lloj përkrahje kushtimisht thënë morale. Por qëllimi është që të aftësohet vetë njeriu ose vetë pacienti të aftësohet për rikonstruimin e çështjeve të cilat i ka parë si gjëra të cilat nuk shkojnë ose nuk ecin në jetën e tij. Për atë arsye, psikologu nëse detyrën e psikologut edhe ushtrimin e këtij profesioni, që për mendimin tim është human dhe është vërtet objektiv dhe është shumë i përafërt me natyrën e njeriut, unë e shoh më tepër në prizmin e asaj rritjes së vullnetit për jetë,
apo tejkalimit të vështirësive, eventualisht do një depresion, do një stres i caktuar i cili preokupon njerëzit, frikat të caktuara, anktet të caktuara në kuadër të së cilave roli ose të themi ndikimi edhe efektet pozitive të psikologut mund të vorrehen në këtë drejtim. Të njëjtën gjë konstaton edhe mjekja në repartin neuropsikiatrik të Spitalit të Gostivarit, Elizabeta Novickovska. Ajo thotë se terapia psikologjike jep efekte shumë më të mira dhe më të shpejta se ajo medikamentoze, por njerëzit refuzojnë ta pranojnë. Pa da vi kažem, tukaj imame problem, zato što naša ta medikamentozna terapija ne delува odmah. Këtu kemi problem sepse terapia medikamentoze nuk ka efekt të menjëhershëm, por duhet të kalojnë të paktën një muaj që të shfaqen shenjat e para të përmirësimit. Pacientët me këtë rast janë të padurueshëm sepse dëshirojnë që menjëherë ta shikojnë rezultatin dhe unë me këtë rast konstatoj se psikoterapia apo terapia për të mbështetur moralisht pacientin është më së domosdoshme. Kjo duke ja bërë me dije atij se do të jetë mirë dhe se është një situatë e përkohshme që do të kalohet pa ndonjë pasojë, thot Elizabeta Novickovska. Megjithatë, psikologu Musaj nënvizon se jo vetëm në raste depresive pacienti ka nevojë për psikoterapi. Kjo pasi që nëse pacienti është i thyer moralisht nga një vështirësi shëndetësore që ka kapluar, duhet futet në operacion dhe gjëra të tjera të kësaj natyre, ai patjetër që duhet të përgatitet moralisht për këtë lloj sfide, me qëllim që tërë ajo situatë të mos shkaktojë çekuilibrim të gjendjes së përditshme të pacientit. Më së voni deri në fund të muajit maj apo me fillimin e muajit qershor do të aplikohet parkimi me pagesë në pjesën qendrore të qytetit. Arsyeja e një vendimi të tillë, sipas drejtuesve të pushtetit lokal në Gostivar, ndërlidhet me tejkalimin e mbirgarkimit të madh të komunikacionit në pjesën qendrore të qytetit. Brenda këtyre ditëve do të bëhen përgatitjet e nevojshme për sinjalizim vertikal dhe horizontal të sipërfaqeve ku do të shtrihen parkingjet. Deri në fillim të muajit qershor, parkimi i automjeteve në pjesën qendrore të qytetit do të jetë me pagesë. Brenda këtyre ditëve do të bëhet përgatitja e nevojshme për sinjalizimin vertikal dhe horizontal të sipërfaqeve ku do të shtrihen parkingjet, ndërkohë që rrjedhin procedurat e tenderimeve. Parkingjet me pagesë do të vihen në funksion në rrugët kryesore që kanë dalje në shesh, paraprakisht qarku i rrugëve kryesore të qytetit. Arsyeja e një vendimi të tillë nga drejtuesi të pushtetit lokal në Gostivar ndërlidhet me tejkalimin e mbingarkimit të madh të komunikacionit në pjesën qendrore të qytetit. Por post që parkimi do të jetë me pagesë, edhe orari do të jetë i kufizuar. Nuk do të mund që qytetarët të lejnë të parkuar automjetet e tyre për një kohë më të gjatë. Rregullat e pagimit nuk do të vlejnë për banorët e rrugëve ku do të funksionojnë parkingjet me pagesë. Me dokument përkatës, ato do të jenë të liruar nga taksa e parkimit. Në njëra nga seancat e Këshillit të Komunës së Gostivarit u aprovua vendimi për menaxhimin e vendeve të parkimeve, me çka do të përmirësohet komunikacioni në qytet. Nuk do të kemi parkim për gjatë gjithë ditës të automjeteve të njëjta, ku shfrytëzimi i hapësirave për parkim është e minimal. Me ndryshimet që parashihen, do të rritet koeficienti i shfrytëzimit të vendparkimeve në pjesën qendrore të qytetit. Vlerësojmë se me menaxhimin e ri të parkingjeve, komunikacioni do të zhvillohet shumë më mirë se ç'është tani. Nuk do të kemi parkim në vende të palejuara dhe nuk do të kemi ndërprerje të mbarvajtjes në komunikacion, deklaroi Admiraliu nga Departamenti për Komunikacion në komunën e Gostivarit. Kompania italiane Dosalt, komunës së Gostivarit do t'i dhurojë gurë të gdhendur dhe që i takojnë modelit të vjetër të kaldërmave tradicionale me vlerë prej 100.000 euro. Sipas planifikimeve të drejtuesve komunal, kaldërmat do të vendosen në rrugën përpara hyrjes së xhamisë Sahatit, aty ku ndodhet edhe sahat kulla e qytetit. Me një donacion tjetër nga e njëjta kompani italiane, edhe hyrja për në objektin e komunës u shtrua me gurë të gdhendur. Në seancën e fundit të Këshillit të Komunës së Gostivarit, këshilltarët komunal dhanë pëlqimin për donacionin nga kompania private italiane Dosalt, me çka Komunës së Gostivarit i dhuron gurë të gdhendura dhe që i takojnë modelit të vjetër të kaldërmave tradicionale me vlerë prej 100.000 euro. Në marrëveshje me kompaninë, Komuna e Gostivarit obligohet të kryejnë transportin dhe montimin e tyre, ndërsa sipas planifikimeve të drejtuesve komunal, kaldërmet do të vendosen në rrugën përballë hyrjes së xhamisë së Sahatit, aty ku ndodhet edhe sahat kulla e qytetit. Kryetari Beta shpreh mirënjohje për donacionin, duke shtuar se rrugica që do të shtohet me kaldërmat e sjellura nga Italia do të merrë një pamje të mirëfillt arkitektonike.
Me një donacion tjetër nga njëta kompani nga Italia, edhe hyrja për në objektin e Komës së Kosovës vitin e kaluar është shtruar me gur të gdhendura. Ky donacion kapte vlerën prej 10.000 euro. Mario Veneri, drejtori kompanisë DoSalt, shpreh bindje se ky material do të pëlqejë nga qytetarët e Kosovës dhe se do të mbetet si një vlerë infrastrukturore e qytetit. Sërish do të flasim për sferën infrastrukturore në qytet. Ka hyrë në javën e dytë aksioni ndërmarrë nga ana e ndërmarrjes publike komunale për arnimin e rrugëve të dëmtuara gjatë stinës dimrit. Gjatë 2 ditëve të kaluara është punuar për gjatë bulevardit Goce Delçev dhe në rrugën Beliçica. Sanimi gropave bëhet me material të asfaltit. Pason kronika. Ka vjuar edhe gjatë këtyre ditëve arnimi i rrugëve të dëmtuara gjatë stinës së dimrit për shkak të motit të likë dhe gricave, por edhe përdorimit të kripës industriale. Nga Drejtoria e Ndërmarrjes Publike Komunale thonë se tashmë ekipet të kësaj ndërmarrje ndodhen në terren dhe janë duke u marrë me arnimin e gropave godice. Gjatë 2 ditëve të kaluara është punuar për gjatë bulevardit Goce Delçev dhe në rrugën Beliçica. Nga ana e ndërmarrjes publike thonë se brenda kohës do të bëhet sanimi i gropave godice, të cilët u paraqiten nga rreshjet atmosferike dhe temperaturave të ulta. Për një periudhë shumë të shkurtër do të bëhet sanimi i këtyre gropave si në rrugët kryesore ashtu edhe në ato anësore brenda qytetit të Gostivarit. Duke punuar të koordinuar me policinë e Gostivarit derisa zgjasin punimet, komunikacioni zhvillohet pa ndërprerje, me qëllim që komunikacioni në qytetin e Gostivarit të zhvillohet normalisht dhe pa asnjë vështirësi. Drejtuesit e ndërmarrjes publike komunale thonë se do të ndjekin situatën nga afër dhe aty ku do të paraqitet nevoja, do të intervenohet në kohë në sanimin e rrugëve dhe mbushjen e gropave. Sanimi i gropave bëhet me material të asfaltit. Komisioni Evropian, zgjedhje të lira por me mangësi serioze. Daka, flet votimet me logo të shtetit edhe në veri të Kosovës. Turqi, numri viktimave shkon në 299. Sport, Nuri Seferi shpallet kampion evropian në VBO. Komisioni për ndjekjen e obligimeve të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës dje në Paris ka miratuar një deklarat në të cilën thuhet se në zgjedhjet e fundit në Maqedoni është respektuar liria themelore dhe kandidatët kanë mundur të bëjnë një fushat pa obstruksione të zgjedhjeve parlamentare të 27 prillit. Komisioni gjithashtu theksoi se parlamenti i ri i posazgjedhur ka për obligim të zgjidhë mangësit serioze zgjedhore të identifikuara nga ana e ndërkombëtarëve gjatë kohës zgjedhjeve. Ata ftojnë qeverinë të shqyrtojë problemin me frikë dhe kërcënim të punëtorëve në sektorin publik dhe të dhënat për blerje të votave. Blokun e lajmeve nga vendet e rajonit e fillojmë me atmosferën parazgjedhore në Kosovë. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdeta Daka ka thënë se ky institucion është duke punuar me orar të stërgjatur për të qenë sa më të përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 8 qershor. Ajo ka paralajmëruar se flet votimet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të jenë me logo të Republikës së Kosovës në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe pjesën e veriut. Daka ka thënë se organizimi i zgjedhjeve në veri nuk do të jetë sfidues sikurse në vitin 2013, por u ka bërë thirrje partive politike të bëjnë fushat mbi bazën e programeve politike e jo më gjuhë agresive. Mbrëmje mesnat ka sfiduar afati ligjor që partitë politike të dërgojnë listat e deputetëve për certifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por organi i zgjedhjeve u ka dhënë edhe 24 orë afat partive për të bërë përmirësimin në listat e tyre. Në garë janë 32 subjekte politike, nga ato 18 parti politike, 7 nisma qytetare, 4 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur. Pasi është konfirmuar koalicioni mes PDK-s dhe PD-s dhe pasi në listën e deputetëve gjendet kryetari i PD-s Ferit Agani, nën kryetaria e PDK-s Vlora Çitaku ka mohuar të jetë bërë ndonjë kompromis për Shamin. I menjëhershëm ka qenë reagimi i imamit Shevqet Krasniqi, ku mes tjerash ai thotë:
Zonjusha Vlor, ti më nuk je ajo që merr vendime dhe pyetesh, a të lejohet shamia apo jo. Ti mbas 8 qershorit i mbledh plaçkat dhe më kur mos e bëv zoti me gëzuat post. E sa i përket shamis, ajo me emër të Allahut ka për ta lejuar. Vonim ndoshta do të ketë, por do të bëhet, thuhet në reagimin e Krasniqit. Viktimat e minjerës në Turqi, zjarret në Kaliforni, si dhe vërshimet në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë janë titujt kryesor të zhvillimeve të fundit nga bota. Ministri turk I energjisë Taner Yildiz tha të premten vonë se trupat e 8 minatorëve të tjerë janë nxjerrë nga miniera në Soma, duke quar numrin e të vdekurve në 299. Ekipet e shpëtimit janë duke u përpjekur për të shpëtuar edhe 3 punëtorë të cilët janë ende të bllokuar nën tokë. Hussein Çelik, nënkryetari I partisë në pushtet AKP, ka premtuar një hetim në shkallë të gjerë lidhur me katastrofën e së martës. Ata që janë përgjegjës për aksidentin do të mbajnë përgjegjësi, ka thënë Çelik. Menaxherët e minierës kanë mohuar pretendimet e neglizhencës, duke deklaruar se shkaku I zjarrit është ende I panjohur, duke këmbgulur se ata morën të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar incidentin. Një zjarr masiv ka shpërthyer në zonën e San Diegos në Kaliforni, ku skuadrat e zjarrfiksëve po luftojnë për ta shuar atë. Zjarri ka përfshirë një territor prej 14 miljash I favorizuar nga erëra dhe temperatura të larta. 20.000 banor janë evakuuar, 18 shtëpi janë shkatruar dhe në total dëmi ka vlerën prej $20 milion. Shkollat e rajonit janë mbyllur dhe impiantet nukleare së bashku me bazat ushtarake janë evakuuar. Në shumë zona janë formuar tornado zjarri, dukuri e rrezikshme që formohet nga kontakti I erërave me zjarrin, duke krijuar spirale gjigante flakësh. Bosnia-Hercegovina dhe Serbia tashmë 2 ditë po përballen me përmbytje të mëdha, kurse ujrat e rrëmbyeshëm po bartin gjithçka para vetes. Nga pasojat e vërshimeve në seri, mbi 3 persona kanë humbur jetën, kurse 1 evidentohet si I zhdukur. Pas të rreshurave të mëdha, situata vazhdon të jetë e rëndë edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Vërshimet kanë shkaktuar lëvizje terreni, duke dëmtuar shtëpitë dhe duke marrë deri më tani 6 jetë njerëzish. Për në fund dë një lajm nga sporti, Nuri Seferi, 37 vjeçari nga Korita e Gostivarit, mbrëm në Hamburg të Gjermanisë e mundi me pikë boksierin hungares, 24 vjeçarin Thomas Lodi dhe Ustolis me brezin e kampionit të Evropës në versionin VBO. Nuk ishte kjo fitore rastësishme e Nuri Seferit, I cili për këtë ndeshje është përgatitur mbase pak më ndryshe se sa për ndeshjet tjera që po ashtu I ka konsideruar të rëndësishme në karrierën e tij. Mirpo kjo ngjitje në ring ka pasur specifikat dhe karakteristikat e veçanta jo vetëm për Nuriun dhe stafin e tij, por edhe për të gjithë shqiptarët kudo qofshin ata, sepse luftohej për titull të kampionit evropian në peshat e rënda deri në 91 kg në versionin VBO. Për të mbështetur Nuri Seferin në përballjen me Thomas Lodin, salla ishte përplot shqiptar që vazhdimisht brohoritnin emrin e tij, të shoqëruar nga po ashtu një nga legjendat e boksit profesionist shqiptar Luan Krasniqi. Në Hamburg të Gjermanisë u këndua himni kombëtar, që kësaj radhe enkas për nder të Nuri Seferit dhe spektatorëve shqiptar dhe në respekt të flamurit kombëtar, sepse Nuri Seferi bokson me licencë shqiptare. Nga Prishtina kishte ardhur këngëtari Ramadan Krasniqi Dani, I cili e këndoi himnin kombëtar. Vlen të përmendet se në këtë mbrëmje boksi ka boksuar edhe vëllai I Nuri Seferit, Sefer Seferi, I cili ka shënuar fitore me nokaut në raundin e parë, duke mposhtur kundërshtarin e tij Josef Trsko nga Çekia. Pas përfundimit të ndeshjes, referi në ring Miki Van, që nuk e pati të vështirë të drejtoj këtë përballje, në bazë të rezultateve të referëve ansor, në verifikimin e supervizorit të versionit VBO, e shpalli Nuri Seferin fitues të përballjes që nënkupton edhe fitues të titullit të kampionit të Evropës në kategorinë cruiserweight
që Nuri Seferit i hap rrugë për të sfiduar titullin e kampionit të botës, titull bartës i të cilit është Marco Huc. Marele nostru Ciprian Porumbescu. Versurile sunt ale lui Andrei Bârseanu și, bineînțeles, melodia este în prezent imnul Albaniei. Ce seară frumoasă aici la Hamburg, fanii ai boxului, sărbătoare în colțul lui Nuri Seferi, mare campion, exact victoria de care avea nevoie pentru a-și relansa cariera și pentru a-i da vigoare atât mentală. Të shkues të nderuar, ishte kjo edhe fundi i këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Takohemi sërish në edicionet e radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.